përgjithësi. Besoj kjo është e mirë se ardhur për shikues. Dy fjalë edhe na për këta në lidhje me këta me thonë. Për dokumentarin? Po. Po se ke pa ende? Jo, por për iniciativën, se po shihet po sirë, unë veç po du me thonë që përveç se moderator edhe punuesi dokumentarëve, kjo tregon që me të vërtet kur ti je gazetari i mirë, unë është me bë gazetari të mirë, edhe në moderim edhe në dokumentar, nuk është e lehtë, po tjetër anë edhe mi kontribua edhe marrëdhënieve mes Kosovës edhe një shteti mik, me pasqyrue raportet e kështu me radhë. Kështu duhet marrë modela të gazetarë tjerë, veç po du me shembull të mirë kam qenë shumë dokumentari është gjinia më e pëlqyer e imja në rrafshin televiziv edhe mediatik edhe them drejtën për herë të parë kam sfiduar edhe veten, se po japim detaje të cilat ndoshta në mbrëmje do t'i shfaqim edhe të tjerat, po e kam sfiduar veten të ndërtoj të krijoj një dokumentar pa narracion, i bie pa narrator, pa patur mundësi në narracioni, edhe atë qëllimshëm, me një funksionim nga vendi i ngjarjes edhe me një montazh për cilin më ka ndihmuar